Miqdashur, përshëndetje. Së pari du mi u falenderu fort për mesazhet inkurajuese, vlerësuese dhe mbështetëse që mi keni dërguar, që janë me qindra. Ju më njeni shumë mirë. Ju e dini që unë nuk shkoj në debate me kërku kacafytje as për bleve. Ju e dini dhe kam thënë shpesh që unë as gjatë personale s'kam me njërin e gjatë mbi këtë tokë. Unë mbroj principe, vlera, kauza për cilat jemi pajtu edhe bashkërisht me i mbrojt. Në top kauza që unë i kam është Kosova shtet, çështja shqiptare në Ballkan, shtetëzimi, forcimi i Kosovës, në gjitha aspektet e shoqërisë. Unë mbroj vlera, mbroj legitimitetin e votës, mbroj sistem demokratik, i mbroj krejt ata që janë rreshtu si kuron në mbrojtje dhe në realizim të asaj ëndre që kemi pas gjithë me dekada dhe për cilën kemi dhjetra, mijëra viktima ndër dekada, për cilat kemi vujt fort si popull. Tash, normalisht që edhe unë që u gjeta mbrëm në atë incident, në të shtaqë, në pressing, unë me përullësi, ju kërkoj ndjes për atë sekuencë dhe atë prodhim, atë ndjesi që kemi përqu të ju, ndjesi çuditshme, jo të hishme, sepse emisionet e tilla nuk duhet me pas atë synim, dhe nuk e kanë normalisht, por kur kanë element brenda tyre, që nuk kanë gjë tjetër, përveç incidente me tregu, normalisht që munden edhe me ndodhë. Ju e pa gjithë që unë isha prej 5-6 minutave ofendime ndër më të rëndat, prej mshele gojen, në hajvan, në ahmak, në servil, në të gjitha që keni dëgju, ju, deri tek ke arë për një rrugë, ke shkryhesh për interes, dhe me gjithat durova, me gjithat vazhdova, tentova që debatin me u zhvillu. Ajo që i kërkovën për ai mullurit, ishte e thjesht. Mos hajde me pretendime se ke ka vërtetën, sepse po dezinformon. Ai fliste për mira fletvotime në Mitrovic dhe fliste për vjedhje nga Faton Peci dhe Albin Kurti. Unë i kërkova atij ta bëj gazetarin dhe të flas me kushtore, sepse ende nuk dije as numri i fletvotimeve dhe as për kënd ishin ato, sepse ai pretendoi se 90% atyre fletvotimeve janë për Faton Pecin. Dhe ja tash, para pak qastesh, doli e vërteta. Çka doli nga kjo e vërtet? Sepse doli që në Mitrovic në fakt e gjithë problematika ka qenë një farë film i egzagerum, me një 70 diçka fletvotime, shumica nga cilat nuk janë përdor fare, dhe ato që janë përdor, shumica prej tyre janë për kandidatin e PDK-s. Për këto të vërteta shkojnë në debate. Unë nuk shkoj në debate pa lexu, pa u informu, pa u përgadit. Unë nuk shkoj në debate me shit mjegull, as me shit mend. Unë shkoj në debate me informu drejt, me i sharu gjanat profesionalisht, ndershmërisht, pa absolutisht asnjë prapavidh, asnjë interes. Faton Peci ka fitu herën e parë, Faton Peci do fiton të herën e dytë. Albin Kurti ka fitu herën para kësaj, Albin Kurti fitoi prap, dhe Albin Kurti ka me fitu sa herë të shkojmë zgjedhje këto vite që vinë. Me këta njerëz e mreshtuan, këta njerëz i mbrojën, sepse këta njerëz e mbrojnë ato që thash më herët, atë synimin ton kolektiv, projektin ton kolektiv e historik, për shoqëri të lirë, demokratike, me vlera që mbrohen, me vlera që nuk tregtohen. Unë as gjatë personale me paraj mullurin s'kam pas kur. Rasti është denoncu në polici, dhe unë po i pres procedurat të rregullta. Është hera parë që më ndodhi gjë tillë që duhet me denoncu dikon polici. Unë kërcënime marr shpesh, mesazhe kërcënuese marr shpesh, por asnjëherë si kam marrë kështu shumë seriozisht që me ngrit procedura. Këtë herë po,
sepse gjithë e keni pa si ka ndodhë. Dhe këtë herë unë pres që policia, hetuesia ta bëjnë punën deri në fund, në mënyrë që të mos normalizohet shpifja publike, mos normalizohet sulmi fizik ndaj njerëzve, mos normalizohet banda kriminale, mediatike, dhe mos na imponohet neve si shoqëri një vërtet paralele, e cila për synim vetëm e ka rikthimin e këtyre pranë burimit pashtershëm buxhetit shtetit, për i cilit këta janë bë me media, me portale, me shtëpia, me villa, me krejt çka i kanë.